Deklarata bombastike princit Harry si ndihet mbreti Charles për rrëfimin e të birit. Një mik i mbretit Charles III ka thënë se ai ishte i zhgënjur nga deklarata bombastike e princit Harry, i cili pretendon se Jati nuk do të flasë me të. Harry dha një intervistë për BBC News të premten ku shpreu ndjesitë e tij për humbjen e apelimit për sigurinë e financuar pasi hoqi dorë nga detyrat mbretërore dhe u shpërngul në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 2020, si dhe për faktin që nuk flet me mbretin Charles, sipas burimit anonim. Mbreti e kishte bërë të qartë se nuk donte të përfshihej në këtë çështje ndaj deklarata e të birit e ka zhgënjur. Ajo që e ka zhgënjur dhe ka lënduar më shumë në nivel personal është dështimi i Harryt për të respektuar këtë parim, dhe që mbështetësit e tij mendojnë deri diku se babai i tij nuk kujdeset për familjen, u shpreh burimi. Një zëdhënës i pallatit gjithashtu mbrojti rezultatin e apelimit në një deklaratë publike. Të gjitha këto çështje janë shqyrtuar në mënyrë të përsëritur dhe të hollësishme nga gjykatat, duke theksuar se në të gjitha rastet rezultati ishte i njëjtë. Zhgënjimi i mbretit vjen pas një interviste të papritur të Harryt, 40 vjeç, me BBC-n, ku ai pretendoi se disa antar të familjes mbretërore nuk do ta falin kurrë për disa veprime që kanë bërë në të shkuarën, ndërto edhe botimi i librit në vitin 2023, ku ai tregoi disa nga sekretet e familjes mbretërore. Pavarësisht dallimeve të vazhdueshme që Harry ka me familjen e tij, ai tha se nuk ka kuptim të vazhdojë të luftojë dhe se do të donte të pajtohej me të Atin, sidomos pas diagnostikimit të tij me kancer në fillim të vitit 2024. Ai nuk dëshiron të flasë me mua për shkak të kësaj çështje sigurie, ka thënë Harry për BBC-n. Por do të ishte mirë të pajtoheshim, duke vijuar kjo situatë që vazhdon prej 5 vitesh, që ka të bëjë me jetën dhe sigurinë e njerëzve, është pika më kritike. Është e vetmja gjë që ka mbetur peng mes nesh. Harry, cili hoqi dorë nga detyrat mbretërore dhe u shpërngul në Kaliforni në vitin 2020, shtoi se nëse antarët e familjes mbretërore nuk e duan këtë pajtim dhe se është totalisht në dorën e tyre.